Ti ke thonë Del Seno ose Kristi? Po, fiks. Ajta shohim kush do dali. Edhe kush do ketë drejt. Ti ke thonë Seno, Kristi. Unë kam thonë, ja po them unë Del. Pse pishmangësh... Po të shmangëm se tuja. Pse pishmangësh pyetjes që ta bënon më herë, që ka lidhe Lorna? Lorna veç erë që tash. Që tash jini në bisedë Lorna. Po ti e futëm në bisedë. Po ti e futëm në se se futëm. Jo, tash se njerëz këtu ti ishe si ushtara, po kupton. Ti menon që je nalë, po ti nuk je nalë. Ti nuk je nalë. Ti publiku bari nuk hanë. Lëç kam publiku bari nuk hanë. Po kupton, bari nuk hanë përderisa ti nuk i bjen respekt. Grustoni që kinë shpet jam e në që mush mi për respekt në i femnës që to, me ledhatu një femër që to. Ja sa reagojnë tjerët. Në regullë. Reagojnë tjerët. është shumë në regullë. Reagojnë tjerët, hajtë. Lore se është tekst... Jo, është thjesht menim jam. është thjesht menim jam. është thjesht menim jam. Përderisa po t'jepët mundësia me ndru krevetin edhe nuk pëndron krevetin edhe kini person jashtë, do shmi pru respekt personit jashtë. Se përderisa dul klipi edhe kësen u keq kuptu. Jo, sot kanë ardhë mua më pyt për këtë gjë. Sot kanë ardhë mua më pyt për këtë gjë. 1 milion të njerë. Sot kanë ardhë më më pyt për këtë gjë. Edhe unë sot të sharoj. E ka diskutuar më pyt kur dojë këta, e mos me sharu kur duona, kur të ma dënë qefe sharoj. Me dosht dhe mas një muje sharoj. Patjetër që po, ka mbaruar. Na këqyr në televizor të sharu këta. Ka mbaruar kjo gjëja. Unë mos shqyr për shtëpisë për gjitha ne, për mos është problem. Mos të mundohet E rëndësishme është që ti të dalësh tamam shumë e zgjuar si që je. Pikërisht edhe prandaj, ky muhabet është ka përfunduar. Sa mirë që e pranon që si je. Nuk jam. Shumë mirë. Nuk jam. I kam menimet e mia dhe kjo që jam. E rëndësishme kjo është. Unë nuk bona dikush tjetër. E vlerësoj sinqeritetin tënd. Nuk e bona dikush tjetër. Që të pakën e di se kush je. E vlerësoj, bravo. Thjesht përderisa del klipi edhe njerëzit këtu. Bravo, po ka dalë që para. Edhe unë kam drejt me argu, edhe unë kam drejt me thonë menimin tam. Patjetër, por është sqaruar gjak, ke qenë këtu. Po ke qenë në gjumë. Ke qenë në gjumë, është sqaruar, këtu ke qenë. Po ke qenë aty. Kanë ardhur me më pyet për këtë gjë, edhe unë qytash derisa mi bë edhe unë pyetjet e mia. A është sqaruar, a nuk është sqaruar, nuk e konstaton ti, po e konstaton dikush tjetër. Kështu që qa nuk sqarohet, qa sqarohet këto. Okej, dakord. Është thjesht punë e jamja, nuk është punë e jotja. Dakord, po me qënë se punë e jotja është diçka që nuk të takon ty, atër edhe punë e jotja është gjithë gjë tjetër. E diskutoj apat. Po diskutoj pas një muaj, pas 3 muaj, nuk ka rëndësi fare. Thjesht mos vjen mu bo kishe po na bën neve budall, se mundet mi bo këta tjerë budall, po mund nuk më bën budall. Kjo ka rëndësi, që ti e di se kush je. E rëndësishme kjo është. Bravo. Ti e di kush je. Budalla kush për çfarë? Çfarë kështu çfarë? Do më lëmosh për këtë lëndë. Jo, kush është çështja, domethënë budalla për çfarë? Po pra. Se të s'po raseroni. Ishte pak e rënda e që. Jo, po. Për çfarë po bëhen me budallin? E di pse. E di pse. Jo më kena mund të ketë edhe shumë drejtë. Nuk janë njerëz kësaj shtëpie. Janë njerëz të tjerë që janë familjarë, po. Ashtu siç ke familjar të jashtë, ashtu siç ka familjar unë. Ai klipi që dul në Prime, domethënë, ai klipi nuk lëm vend për këtë kuptime. As lëm vend për këtë kuptime, ai klipi që dul në Prime. Ndoshta televizioni nuk e kupton ndoshta dhe montazhin e digjita. Ai ka përdorur ai atë gocën për lojë, po. Por insinuimi që ti bën është tjetër gjë. Jo tash përdesa ti nuk i bjen. Të kesh respekt dhe t'ia sjellësh aty. Një sekond, jo, një sekond. Jo, e di si vesh mendim jo. Është gabim, ndoshta edhe jo. Kërkoj nisë ndoshta edhe ju kështu. Po. Nuk është pjesë e jote. Po. Një sekond patjetër. Se ata janë pa parime që domethënë kështu, apo dhe çfarë? Një sekond, se po ai është vajzë me parime. Po patjetër mua askush nuk tha, unë nuk thash ajo nuk është me parime. Po të insinuosh gjëra të tilla dhe të sesh njerëz të përfshirë që s'janë këtu nga jashtë, është pak fyse dhe pak rëndë nuk i shkon asaj si gocë që është. E di pse? Se ajo shumë mirë e kupton televizionin, e di si është televizioni, e di si është montazh, se ne rim këtu tani dhe ky më kapi një herë flokët, ai ka përdorur për lojë, është tjetër gjë ti thua. Akoma ke flokët jeni unë. Është tjetër gjë po. Jo. Janë rritur, janë kanë rënë flokët fare tash. Po patjetër asnjëherë nuk bëre dukat për asgjë. Normaluk të respektueshmi përderisa ti nuk e respekton një person që ki jashtë, nuk mundesh me respektu një femër tjetër. Kaç u kry kjo punë, s'kam nevojë me debatu me ty edhe patjetër që po. Jo,
Jo, dhe tha mendimi dhe iku, se përballon do të me të vazhdoj mendimin. Jo, me përballu, unë dhe njësë më gjesë përballoj. Jo, ti nuk përballove pyetjen që do të bënde ai, ti nuk përballove pyetjen që do të bënde ai. Komenti ishte i pa vend. Komenti ishte i pa vend, pra të qëtete nuk të shkon ty as si godë, as si lëndare, as si asë një gjë, po jo nuk të shkon, pra, nuk të shkon. Qërë me në gjy edhe mu ka për situate, po isha këtu pa tjetër që do ja mendimin tim. Ishte e shëmtuar, kështu që të sjellësh persona të tjerë nga jashtë, është absolutisht e shëmtuar. Se si që ka familjar ai ke familjar dhe ti, dhe ti insinuosh për atë goncën që është 23 vjetë që ka edhe familjar nga jashtë, është e shëmtuar. Unë këto nuk e përmena, e përmena mirin, gruan e ati zotris, që ka edhe një kalamat të jashtë, edhe prej një video që pe 4 sekonda. Ti nuk e respekton në femrën që ki jashtë, ti për mu nuk ki respekt për tjera femra.